Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi datën 11 korrik dhe Kishën Ortodokse na nxit lexojmë nga letra e dytë Apostulli Pavli drejtuar Korintasve, kapitulli 6 vargu 1 deri në vargun 10. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetrave. Dhe duke qenë bashkëpunëtor të tij ju këshillojmë të mos e pranoni më kot hirin e Perëndis, sepse ai thotë: në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimit të ndihmova. Ja pra koha e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit. Ne nuk japim asnjë shkas për skandal në asnjë gjë që të mos shahet shërbesa jonë, por në çdo gjë rekomandojmë veten tonë si shërbëtor të Perëndis në shumë vuajtje, në shtrëngime, në nevoja, në ngushtica, në rraje, në burgosje, në krengritje, në mundime, në të pafjetura, në agjerime, me pastërti, me njohuri, me durim, me mirësi, me frymë të shenjtë, me dashuri jo të shtirur. Me fjalën e së vërtetës, me fuqinë e Perëndis, me armët e drejtësisë në të djathtë dhe në të majtë, në lavdi dhe në shënderim, në emër të mirë dhe në emër të keq, si gënjeshtar, por të vërtet, si të panjohur, por të njohur, si njerëz që vdesin, por ja jetojnë, si të ndëshkuar, por jo të vrarë, si të brengosur, por gjithmonë të gëzuar, si të varfër, por shumë veta i bëjmë të pasur, si njerëz që s'kan kur gjë, por kanë gjithçka. Pra, Apostulli Pavli na shkruan dhe fjalët e tij janë komentuar nga Etrit dhe ne do i lexojmë varg për varg dhe do t'i komentojmë sipas tyre. Le të flasim për vargun e parë dhe të dytë, dhe duke qenë bashkëpunëtor të tij, ju këshillojmë të mos e pranoni më kot hirin e Perëndis, sepse ai thotë: në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimit të ndihmova. Ja pra kohë e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit. Shënjau Gojati, duke bazuar në këtë fjalë të Apostullit Pavlit, thekson se hiri i Zotit nuk është i pafund në kuptimin e neglizhimit. Pra, jo gjithmonë Perëndia na therret. Ai respekton lirin ton. Ai kërkon një përgjigje të menjëhershme me pendes dhe me vepra. Po ashtu Shën Agustini e lidh këtë fjalë të Apostullit Pavlit me lirinë njerëzore. Do me thënë, hiri afrohet, por mund të shkojë më kot, do me thënë, nuk është i vlefshëm për njeriu, sepse njeriu e shtyn për më vonë bashkëpunimin me hirin ose sinergjinë. Prandaj kjo thirrje e Apostullit Pavlit është një thirrje për vonesa shpirtërore, ku shpesh herë neve, nga që nuk e pranojmë hirin dhe thirrjen e Perëndis për çastin, por e shtym atë për më vonë. Do të ndryshojmë më vonë, do të pendohem më vonë, do të rrëfehem më vonë. Dhe kjo ditë ndoshta më vonë asnjëherë nuk mund të vijë, sepse asnjëri nga ne nuk e di se çfarë vjen më vonë. Ne dim atë çfarë është tani. Apostulli Pavli thotë: koha e duar është tani, pra, jo si një presion emocional, por një si vetëdije që jeta shpirtërore nuk shtyhet pafund, sepse, siç thash, asnjëri prej nesh nuk ka bërë një kontratë me vdekjen se kur ajo do të vijë, por ne duhet jemi zgjuar dhe gati, si thon Krishti: rini zgjuar dhe gati, se nuk e dini kur vjen i Zoti i shtëpisë. Pra, rini zgjuar dhe gati, të bërë gati para se të dalësh tek Zoti dhe të gjykohesh, para se të vdesësh. Pra, mos e ço më kot hirin e Perëndis, mos e shty për më vonë, por tani, sepse tani ne jetojmë dhe tani ne bashkëpunojmë me Zotin për shpëtimin ton. E nesërmja nuk i dihet është për ne apo jo. Por le të flasim dhe për vargjet e tjera. Flasim për vargun e tretë. Ne nuk japim asnjë shkak për skandal në asnjë gjë që të mos shahet shërbesa jonë. Shënjau Gojati thot: apostujt kujdeseshin jo vetëm për të vërtetën, por dhe për perceptimin e saj tek të tjerët, që ungjilli të mos pengohet nga sjellja e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi etik të krishterë dhe përgjegjësi publike për besimin tonë. Njeriu besimin nuk jeton vetëm me bindjet e veta, por edhe ai interesohet për ndikimin që ka dhe tek të tjerët. Kjo pra i jep rëndësi mënyrës se si flasim, se si reagojmë, se si vishemi, se si qëndrojmë. Pra të gjitha këto janë etika e krishterëve që i japin vërtetësi dhe besueshmëri ungjillit që ne themi. Le të flasim dhe për vargjet më poshtë, vargun 4 dhe 5. Por në çdo gjë e rekomandoj veten tonë si shërbëtor të Perëndis në shumë vuajtje, në shtrëngime, në nevoja, në ngushtica, në rraje, në burgosje, në krengritje, në mundime, në të pafjetura, në agjerime. Shën Athanasi thot se tradita asketike e shohin këtë si shkollën e pastrimit. Pra,
Apostulli Pavli përdor disa vuajtje i rendit dhe këto janë parë nga kisha e thjesht si një vuajtje e rëndom që duhet të anashkaluar, por përkundrazi ai duhet pranuar dhe është një shkollë, si thash, e pastrimit dhe vuajtja nuk është dështim, por është një formim. Fatkeqësisht, për shkak të natyrës sonë të rënë, ne kemi nevojë të vuajmë, sepse nëpërmjet vuajtjes ne lirohemi nga kënaqësia e mëkatit. Djalli, duke qenë babai i gënjeshtës, mëkatin e ka veshur me kënaqësi, me adrenalin. Kështu që duhet e kundërta e kënaqësisë mëkatit që të lirohemi nga mëkati. Duhet ajo që lejohet nga ekonomia e Perëndis, vuajtje me lejen e Zotit ose një vuajtje e vullnetshme. Pra kjo është edhe tradita asketike e kishës. Prandaj sot në kohët moderne ka një keq interpretim të besimit. Besimi duket sikur sjell vetëm rati, sukses. Por apostulli Pavli thotë të kundërtën. Besimi i vërtet provohet nën presionin e vuajtjes. Prandaj edhe Krishti është i drejt për drejt me pasuesit e tij. Kush do të vinë pas meje të mojë veten, të marrë kryqen e tij çdo ditë e të më ndjek pas. Vazhdojmë të lexojmë në vargjet më poshtë, vargun 6 dhe 7, ku na thuhet: me pastërti, me njohuri, me durim, me mirësi, me frymë të shenjtë, me dashuri jo të shtirur, me fjalët e së vërtetës, me fuqinë e Perëndis, me armën e drejtësisë, në të djathtë dhe në të majtë. Shën Vasili i Madh për këto fjalë na thotë: virtute nuk janë thjesht sjellje morale, por prania e frymës së shenjtë në një njeri. Pra, virtute nuk prodhohen nga njeriu, dhurohen nga njeriu dhe kultivohen nga njeriu. Dhe flitet edhe për armët e drejtësisë. Armët e drejtësisë nuk janë si armët fizike, po janë virtutet shpirtërore, të cilat e mundin të keqen, jo ajo që quhet dhunë fizike. Prandaj, në botën e sotme kjo është një logjikë në kontrast, sepse bota sot përdor pushtet, manipulim, mbrojtje egoiste, kurse besimi në Zotin përdor gjithmonë drejtësi, dashuri dhe të vërtetën, dhe ai çuditërisht për botën fiton, sepse e mira e mund të keqen dhe keqja kur nuk mundet me të keqen. Dhe armët e Perëndis, siç dhe i përmendim, ose armët e drejtësisë janë virtute, drejtësi, dashuri dhe të vërtetë. Por lexojmë dhe vargjet e tjera, jemi në vargun 8 dhe në vargun deri në vargun e 10. Në lavdi dhe në shtërim, në emër të mirë dhe në emër të keq, si gënjeshtar por të vërtetë, si të panjohur por të njohur, si njerëz që vdesin, por ja që jetojnë, si të ndëshkuar por jo të vrarë, si të brengosur, por gjithmonë të gëzuar, si të varfër por shuveta i bëjmë të pasur, si njerëz që s'kanë kur gjë por kanë gjithçka, dhe si komentojnë këto fjalë nga Etrit, shën Johan Gojarti e quan këtë lavdia e fshehur e të krishterit. Bota shet dobësi e njerëzve, sidomos edhe dobësitë të krishterëve, madje ndonjëherë i quan njerëz të marr ose njerëz të munduar ose njerëz të dobët, por Zoti sheh fitore brenda këtyre sfidave. Shën Agustini thotë: krishterët janë të përulur në dukje, po të pasur në realitet, të fuqishëm në realitet, sepse ata kanë fuqinë e Zotit, është një fuqi mistike që nuk duket dhe bën, si them, gërthet përjashta, por është e brendshme dhe ajo na ndihmon t'i kapërcejmë sfidat e jetës. Kështu që këto vargje përmbysin atë logjikë sociale, sepse statusi nuk përcakton vlerën e një njeriu. Humbja e jashtme nuk është humbja reale dhe gëzimi nuk varet nga rrethanat. Prandaj, ideja qendrore e etërve është se shërbesa krishtere është e padukshme për botën, por është e aprovuar nga Perëndia, shpesh është e keq kuptuar, por e fuqishme në mënyrën shpirtërore. Dhe ky pasazh na flet për 3 gjëra kryesore që ne duhet i kemi, si them, përpara vetes sonë në ditët e sotme. Urgjenca shpirtërore, ne nuk duhet të shtyjmë gjërat shpirtërore që kanë të bëjnë me shpirtin tonë për më vonë, por të bëjmë dyshimin e brendshëm shpirtëror tani që ne jepet mundësia. Tani unë do lutem, tani unë do pendohem, tani unë do rrëfehem, tani unë do përgatitem, tani pra unë do bashkohem me Zotin. Nuk duhet ta lëm për më vonë. Integriteti në jetën publike, duhet dim se
besimi matet edhe nga sjellja. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, nuk mund themi që unë besoj, por sjellja ime është në kundërshtim me vlerat e besimit. Dhe kush është paradoksi i jetës vërtet? Vuajtja nuk e na anulon kuptimin e jetës, shpesh e thellon atë. Prandaj është shumë e rëndësishme këto fjalë që na tha Apostulli Pavli, që ne duhet i kemi parasysh, sepse kanë të bëjnë jo thjesht me krishterët e Korintit shekuj përpara, por kanë të bëjnë me krishterët çdo kohë dhe sidomos me të krishterët në kohën e sotme, dhe po flasim për ne të krishterët ortodoks. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.